E para, ti s'ke asnjë të drejtë, as politike, as morale të flasësh në emër të popullit, sepse të paktën në këtë sallë, në emër të popullit, ka një shumicë të caktuar nga vota e një viti më parë, ndërkohë që ti je thjesht dhe vetëm aksidentalisht në këtë sallë, sepse ke ardhur për shkak të dorëheqjes së një deputeti tjetër. Pra ti ke ardhur hajdutëshe në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta, kur nisi, ishte diçka e bukur, nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin, por prej ditës pare kam thënë dhe do vazhdoj ta them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7, transparencë është ajo, tregon se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelen soga si puna jote, edhe si puna e këtij tjetrit, edhe si puna e